Në një rrëfim që prek zemrën dhe zgjon në krenarin për rënjët tona shqiptare, në këtë letër emocionuese drejtuar vetes së saj si fëmijë, autorja sjell kujtime, sakrifica dhe dashurinë e pafundme për familjen, identitetin dhe abdeon. Një mesazh i fuqishëm që për çdo shqiptar që nuk harron kur nga vjen dhe pse duhet të mbaj lart emrin e kombit të tij. Shkruan Amina Nuraj, letër fëmijës Brenda meje. E dashur unë e vogël, sot po të shoh nga larg dhe po puzqesh me mall. Ki që vrapoje me flokët e shpupuritur dhe syt plot shkëlqim. Nuk e dije se sa ëndra po thurje për gruan që do të bësh e sot. I mban mend ato duart e vogla që mbani fort librat dhe zemrën që arrite me vrull për çdo tregim heroik. Ti ajo që besonte se bota mund të ndryshojë me mirësi, edhe pse rruga kishte sfidat e veta, ti kur nuk dorëzove. Sot, unë mbaj me vete forcën tënde, pastërtinë e asaj kohe dhe dëshirën tënde të madhe për të lënë gjurmë. Ti e rënja e çdo suksesi tim, dhe unë premtoj të ruaj gjithmonë atë vajzën e vogël Brenda meje, që mbron me pasion emrin, familjen dhe vendin e saj. Të jesh bie këtij atdheu do të thotë të mbash mbi supe historinë dhe ta shndërrosh atë në dritë për të ardhmen. Unë jam fryti i kësaj toke të lashtë dhe premtimi që i bëj vetes sime dikur mbetet i palëkundur. Të shërbej me nder, ta dua me shpirt dhe ta mbaj lart emrin e kombit tim, sepse rënjët e mia janë këtu në këtë tokë që na dha emrin dhe dinjitetin. E djeshmja ime si fëmijë dhe sotmja ime si grua bashkohen në një pikë të vetme dashurinë e pafundme për atë dheun. Avokati Arjanit Hoçi ka publikuar një reagim kundrejt shqetësime serioze lidhur me një rast të ndodhur në pikën kufitare Batrufci Bajokovo gjatë kalimit nga Serbia. Sipas denoncimit të një qytetari nga Kosova, të cilin Hoçi thotë se e ka verifikuar si identitet, ai dhe familja e tij janë ndaluar për kontroll të detajuar nga policia, ku janë kontrolluar telefonat dhe janë hasur fotografi me flamurin shqiptare dhe të UÇK-s. Në reagim thuhet gjithashtu se qytetari është kërcënuar me arrestim dhe dërgim në paraburgim në Beograd, si dhe se i është kërkuar një shumë prej 2.000 eurosh për të shmangur ndalimin. Sipas të njëjtit rrëfim, kjo shumë është dhënë nga frika për cilë bota sot. Hoçi thekson se ndonë se identiteti denoncuesit është verifikuar, pretendimet për mënyrën e verifikimit të ngjarjes nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur, duke nënvizuar se nëse ato rezultojnë të sakta, bëhet fjalë për një rast shumë serioz që kërkon hetim. Ai ka bërë thirrje që çdo qytetar me përvojë të ngjashme të kontaktojë autoritetet kompetente dhe ambasadat përkatëse, në mënyrë që rastet të dokumentohen dhe të trajtohen ligjërisht. Në vim, shkrimi i plot. Kujdes ku kalone nëpër Serbi. Sonte më kontaktoi Iliri, një qytetar nga Kosova, identitetin e të cilit e kam konfirmuar dhe dokumentet e tij i kam në posedim. Sipas pretendimeve të tij, rreth orës 16:30 gjatë daljes nga Serbia në pikën kufitare Batrufci Bajokovo, ai dhe familja e tij janë ndaluar për kontroll. Iliri pretendon se janë dërguar në një garazh të madh brenda zonës kufitare ku ndodheshin së paku 5 policë. Sipas tij, aty kanë filluar kontrollin e familjes dhe të sendeve të tyre. Mëtej ai pretendon se telefonat e familjes janë kontrolluar dhe se janë shikuar fotografit. Gjithnjë sipas tij, pasi në telefonat e fëmijëve janë gjetur disa fotografi me flamurin shqiptar dhe të UÇK-s, ai është kërcënuar se do të arrestohet. Më pas është kërcënuar se do të dërgohej në paraburgim në Beograd dhe se fëmijët e tij do të mbeteshin vetëm nëse nuk u jepte 2.000 euro. Sipas rrëfimit të tij nga frika, ua ka dhënë policëve 2.000 euro. Identitetin e Ilirit e kanë verifikuar, megjithatë pretendimet për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja nuk ka mundur të i verifikojë në mënyrë të pavarur. Nëse këto pretendime janë të sakta, bëhet fjalë për një ngjarje jashtëzakonisht serioze, ftoi çdo qytetar që pretendon se ka përjetuar trajtime të ngjashme gjatë kalimit nëpër Serbi të më kontaktojnë mua dhe stacionin e parë policor dhe ambasadën e Kosovës në vendin ku jetojnë. Nëse rezulton se ka raste të tjera me element të njëjtë, ato duhet të dokumentohen dhe të ndiqen përmes rrugëve ligjore, ka shkruar ai ndër të tjera.